Kampi i Gjadrit në Lezhë, ku sipas marrëveshjes me Shqipërinë, qeveria italiane mund të vendosë emigrantët që janë në pritje të vendimit për azil, do të funksionojë edhe për 3 vite. Pas këtij momenti duket se gjithçka do të kthehet ashtu si ishte më parë. Ministri i Jashtëm i Shqipërisë paralajmëron se nuk do të ketë rinovim të paktit pas vitit 2029, pasi vendi synon të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Së pari, marrëveshja është për 5 vjet dhe nuk jam i sigurt që do të ketë zgjatje. Së dyti, nuk do të ketë zgjatje, sepse deri atëherë ne do të jemi antar të Bashkimit Evropian. Të gjithë kanë bërë të njëjtën llogari. Pasi Shqipëria të antarësohet, kjo nuk do të jetë më territor ekstraterritorial, por territor i Bashkimit Evropian. Deklaratën ministri e ka bërë në një intervistë për Euroactiv, kushton se kjo nuk do të përbëjë shkak që Italia të bëhet pengesë për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Italia kishte nevojë për ndihmë, ne ndihmuam, dhe kjo nuk mund të harrohet. Ndërka qeveria Meloni duket se po përgatitet për një tjetër ndryshim në legjislacionin italian. Synimi është të rikthesë zbatimin e marrëveshjes me Shqipërinë, ashtu si parashikohej në nisje, ku emigrantët që kapen në det do të strehohen menjëherë në kampin e Gjadrit. La Repubblica shkruan se nisma do të paraqitet shumë shpejt për të miratuar dhe për të vënë menjëherë në zbatim.